Kemi 2 marrëveshje që nënshkruhen mes kompanisë shtetërore Caio, gigantit italian Fincantieri për prodhimin e anijeve ushtarake dhe jo vetëm në Pashaliman, dhe kjo është një arritje domethënëse e mbledhjes së dy qeverive. Një marrëveshje tjetër mes Caios dhe një tjetër kompanie italiane, Leonardo, e specializuar në teknologjitë ushtarake, mbrojtjen kibernetike me një fokus të veçantë kësaj radhe dhe në tryezën e dy kryeministrave. Siç ndoshta jeni në dieni, Caio ka filluar dhe ka filluar aktivitetin dhe ka krijuar 3 kompani ekzistuese për sa i përket prodhimit të municioneve, prodhimit të mjeteve të blinduar, mjeteve të emergjencave civile dhe uniformave, dhe është në negociata të vazhdueshme me një sër partnerësh, 2 prej cilëve janë italian, Fincantieri dhe Leonardo, dhe ne sot praktikisht konkludojmë parimet e bashkëpunimit mes Caios dhe këtyre kompanive italiane. Marrëdhënia me Fincantierin parashikon disa hapa të tjerë ligjor dhe financiar, por parimet janë të sankcionuar në marrëveshjen që nënshkruhet sot dhe do bëhet publike pak më vonë, ku parimi është një kompanie përbashkët që do të themelohet nga 2 entitetet dhe do ketë për funksion detyrë të prodhoj praktikisht në Pashaliman anije, jo vetëm anije për Shqipërinë, anije edhe për Italinë apo edhe për vendet të tjera që i porosisin pranë gigantit të industrisë detare që është Fincantieri.